Bashkia e Tiranës ka ndërhyrë në infrastrukturën e 5 rrugëve në Selit, pjesë e njësisë bashkiake numër 5. Ndërhyrjet konsistojnë në asfaltimin e rrugëve, sistemin ujësillës kanalizime dhe në anën tjetër. Projekti parashikon edhe hapësira të gjelbërta për këto lagje. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha, pa nga afër punimet, u takua me banorët dhe më pas u shpreh se ky rrjet investimesh do të jap fund rrugëve të amortizuar, bllokimeve nga rreshjet dhe se këto pamje nesër do të jenë vetëm arkivi një zone të pa investuar më parë. Shpresoj ta keni pamjen e kësaj pjese të qytetit, që në fakt i përngjason katundeve të viteve 80 për nga infrastruktura, dhe nëse ju bjen më rasti të ktheheni, ta ruani në arkiva sepse do jetë denjë për arkivat, për të parë se në çfarë kushtesh kanë qenë këto pjesë qytetit deri në vitin 2012, deri 100 vjet pas shpalljes pavarësisë, dhe t'i riktheheni pas 10 muajsh, ndoshta edhe më shpejt, kur kontraktorit ketë përfunduar punimet dhe të ketë restauruar edhe këtë pjesë qytetit Tiranës në atë standard që ne premtojmë dhe zbatojmë sot anë mban qytetit. Kjo zonë do të preket edhe nga ndërhyrjet e UNAZ-së së madhe si dhe plani urbanistik, që sipas Bashës do të ndikojnë në përmirësimin e jetesës së banorëve. Punimet në rrugën Qemal Putka, Tafi Lagaj, Dimitër Pasko, Gjerasim Qeriazi dhe Jaho Gjoliku do të zgjasin 10 muaj dhe financimi arrin në shifrën e 59 milion lekëve.